por u ndolla për të respektuar mediat. Faleminderit që gjithmonë jeni vesh edhe sytë e qytetarëve dhe sigurisht që po bëni edhe dëshmitar edhe jo për dështimet një pasnjeshme të shumicës, por shumicë e pamjaftueshme në Kuvendin e Kosovës dhe faktikisht po shqetësohet që nuk ka një reflektim prap nga shumica e pamjaftueshme në Kuvend për të ndryshuar kandidatin dhe për të ardhur deri te zgjedhja dhe konstruimi i Kuvendit të Kosovës dhe për të vazhduar trajtimin e problemeve të qytetarëve që çdo ditë më shumë po grumbullohen, çdo ditë më shumë po bëhen më të vështira për të kaluar. Prandaj sigurisht që ne derisa nuk reflekton shumica, sigurisht që ne kemi qëndrimin e tij. A është duke ja gatshme për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare dhe a jeni të gatshëm po ashtu që të njëjtat të mbahen me ato lokale? Ne sigurisht që gjithmonë jemi të gatshëm edhe për formën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por sigurisht që Kosova ka më shumë probleme se sa me shku në zgjedhje. Nëse është kjo zgjedhja, sigurisht që ne nuk hezitojmë të shkojmë në zgjedhje, por nuk duhet të jetë gjithmonë alternativa vetëm zgjedhja për me marrë një zgjidhje për vend. Zotëri Najet Kosovani thotë që është era fundit që ka marrë Kuvend Kosovën, sa e keni biseduar në parti, a keni qëndrim si parti e para dhe e dyta, gjatë kësaj kohe duke u bërë edhe një protestë prej bizneseve për shkak që ndonë në tregun e lirë të energjisë, çka keni nevojë si deputet në momentin që konstituohet Kuvendi, duke ditë që zërëja i raporton Kuvendit të Kosovës? Po pyetjen e vend realisht deputet e kanë mandatin e lirë, edhe pse jemi në parti të ndryshme dhe sigurisht që kemi përgjegjësi edhe individuale, jo vetëm ato partijake, por besoj që si deputet mund të më thonë mendimin e vet, qëndrimin e vet sa i përket se a do të vinë në Kuvend apo jo. Sigurisht që edhe për neve është e mundshme në ardhmë dhe mos të pas një rezultat ndryshe, apo më mirë më thonë mos të pa konstruimin e Kuvendit. Por ja që duhet të jemi edhe prezent edhe për me po edhe nuk ka asnjë sens të arsyeshëm që justifikon rritjen e ekstreme të energjisë elektrike, jo vetëm bizneset, por edhe qytetarët janë duke sfiduar me këtë rritje të tepruar të energjisë elektrike.